komente pafund për videon e fundit që kisha postuar për rritjen e çmimeve. Shikoj një gjë shumë e thjeshtë. Rritja e çmimeve i prek që gjithë, si të majtët edhe të djathtët. Është një çështje e cila nuk është çështje politike, po është çështje politikash. Është çështje e mungesës së politikave, është çështje e mungesës kontrollit tregut, është çështje e monopoleve që janë krijuar në çdo sektor. Përndryshe nuk shpjegohet fakti se pse Shqipëria ka çmime 30% më të larta, 130% shkojnë çmimet e produkteve të qumshit, të djathit, të vezëve, më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Dhe është e papërballueshme krahasuar me pagat që ka Shqipëria, të cilat janë 37% e mesatarjes Bashkimit Evropian. Këtë gjë duhet të ndryshojmë ne dhe këtë kulturë duhet të ndryshojmë ne dhe të mësojmë që sot Shqipëria i ka këto çmime të larta se treqet janë të kapura, se është vlerësuar euro, se janë taksat më të larta dhe është pikërisht mungesë politikash.